Sëmundjet e zemrës mbeten shkaku kryesor I vdekjeve në Shqipëri. Sipas të dhënave të fundit nga Instat, sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut zun 52.9% të totalit të vdekjeve në 2024, nga 51.7% në vitin 2023, por cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë në sëmundjet e zemrës sipas mjekëve specialist. Shkaqet kryesore të sëmundjeve kardiovaskulare renditen disa. Kryesisht janë mosha, janë yndyrnat e larta, hipertensioni, diabeti I sheqerit, gjinia, dhe kjo tashmë ka filluar të ndryshojnë çik, të ndryshojë se dikur kanë qenë meshkujt ata që kishin të themi incidencë më të lartë për sëmundjet kardiovaskulare, ndërkohë që kanë filluar dhe tek gjinia femërore të kemi rritje të numrit të grave me sëmundje kardiovaskulare. Tjetër do thoja pirja e duhanit, jeta sedentare, alkooli, obeziteti. Mjekja kardiologe Nevila Çaushi nënvizon disa nga simptomat më të zakonshme të sëmundjeve kardiovaskulare, ndërsa thotë se nuk mungojnë as rastet e pacientëve në moshë të re. Një shqetësim në krahëror ndryshe nga normalja, të themi një pesh, një dhimbje në krahëror, një ndjesi I diskomforti, jo rehatie, pacientët me sëmundje kardiovaskulare vinë që në moshë të re. Do të thotë, kemi patur raste kur pacientët kanë qenë në rreth të moshës 40 vjeç me infarkte, me sëmundjet e arterieve koronare, por dhe të arterieve të karotideve. Moshat e reja konsumojnë shumë pijet energjetike, ndikojnë, por është një ndër faktorët e riskut. Nëse këta të rinj do konsumojnë përveç pijeve energjetike apo do konsumojnë kafen shumë apo dhe drogra të ndryshme, të cilat për hir të vërtetës I kemi goxha prezent kohët e fundit, kanë probabilitet shumë më të lartë për të patur probleme të sëmundjeve kardiovaskulare sesa persona të cilët nuk I konsumojnë ose I konsumojnë shumë pak. Temperaturat e larta shtojnë edhe më shumë problemet me zemrën, prandaj mjekët këshillojnë për më shumë kujdes të shtuar. Vetë temperaturat e larta zgjerojnë ajin e gjakut duke bërë të mundur që të bjerë dhe tensioni. Plus, marrja e mjekimit do ta përkeqësonte, do ta thellonte më shumë situatën. Në këto kushte, mendoj që duhet jenë më të vëmendshëm. Pirja e ujit, duhet të konsumoj ujë në mënyrë të tillë që organizmi të jetë I hidruar. Qëndrimi në ambientet të freskëta, në ambientet jo me temperaturë të lartë dhe ruajtja nga diferencat e presioneve. Dalja nga një ambient I ngrohtë në një ambient të ftohtë do të bënte, sepse janë shumë të thyeshëm këta pacientë, janë shumë delikat sa I takon mënyrës së menaxhimit, por edhe të themi mirëqenies në tërësi të tyre. Gjatë vitit 2024 në Shqipëri janë regjistruar 22.102 vdekje, duke shënuar një rritje prej 3.8% krahasuar me 2023-shin.